Në kanalin tim të gatimit. Sot do të përgatisim japrak me gjeje pazie. Shumë e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Ndaj le të fillojmë. Me vaj ullirish të qepët e njoma, më pas shtrej krip, mbyll me kapak dhe e pres derisa ato të zbuten. Dere po valon ujë, do t'i shtojmë gjethet e pazisë do t'i heqim në sekond, më pas do t'i fusim në ujë të ftohtë. Këto gjethe do t'i mbështjellim me japrakun. Të njoma janë zbutur plotësisht, do të hedhim harxhin e japrakëve. Hedhim kopër, majdanoz dhe energjik. Më pas hedhim 50 gram orizë. Mbështjellim në këtë mënyrë. Me mbështjellur të gjitha do t'i fusim në një tavë, më pas do t'i hedhim vaj ulliri sipër dhe i fusim në furrë me 200 gradë. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Kjo është receta ime për japrak me gjethe paziu. Mos harroni të abonoheni dhe të lini një like. Nëse provoni këtë recetë do t'ja shumë të më thoni se si u dori në komente. Faleminderit dhe shihemi në videon tjetër.